Nëse del në teren nuk ka pas fare. Bërllog në tana Çfarë onë. duhet me bë? A kemi mundësi, a kemi kapacitete dhe Kemi kapacitete, kemi shumë ma shumë pare se për fara. Më nësish paret. Do sa kushtoj? jo, parat nëse s'po dinë mi menaxhu, nëse s'pi menaxhojmë që duhet, s'pi 4 ja miliardë vlen. euro, ku janë? Ku S'po ja janë? vlen ato pare që i kemi. Galuar, po kjo është pafësia. Kjo është pafësia. Për atë po e Edhe them, njeri a pa kemi afë, pastaj kapacitete? shan, flet, mashtron. Këto kam problemin. Për shembull, liçenin e Badovcit e menaxhon dikush. Kush e menaxhon? Ujrat e Kosovës janë resurs nacional që udhëheq Ministria e Mjedisit. Ministria e Mjedisit udhëheq një ministër, është përgjegjës. Është përgjegjës, duhet hetusia me shku me lezu ligjin. Ligjin e ujrave me thonë, është zona e parë e ujrave, është zona e dytë. Pej 2012 janë vendimet e qeverisë me zona, se cili lishe edhe se cili lumë në Kosovë ka 3 zona, zonë e parë, 2 dhe 3. E ka zona puferike 200 metra, nuk lejohet ndërtim 200 metra, nuk lejohet kanalizime, nuk lejohet rrjedhje të ujrave ose mbeturina. Kush i ka ose të mbeturina që u nxorën ndje? Nuk kanë orë për qellit, as kanë orë për. Ato ne i kemi hedhë, po. Domthon këto i kanë bën njerëz. Kush pi përcjell ata njerëz? A ka inspektor? A kanë denu në njeri? Asnjë njeri nuk e kanë denu. Qa do me thoni ministër 5 vjetë ose 4 vjetë që ka qenë ministër e Mjedisit? Do më ministrit Mjedis ka pas fare. Nëse del në teren nuk ka pas fare. Bërlog në tana ondë, gjithë ka, në gjdo pjesë. Kjo tash ka ndiku që edhe komunat, mrena, qyteteve të kenë gjendje më të keqe.